Nga ju e identifikoni veten me një gamer? Sa nga ju do thoni jeni një gamer? Më të shikoj ca dur. Vetëm një? E dy. Statistikat në fakt thojnë që ka shumë më tepër gamers. Unë nuk jam vetë gamer në fakt, por jam babai i një gameri gati të pashërushëm. Ai në fakt kur ishte adoleshent, më mend në fakt që ne e dëgjonim nga dhoma tjetër duke bërtit në mënyrë pasionante për atë lojën që po bënte. E ishte aq shumë pasion në fakt sa që bërtitjet dëgjoheshin edhe poshtë te komshia. Edhe shkonim tek dhoma e tij dhe i thonim, "Shiko, ule pak zërin sepse po shqetëson edhe komshit." Por për te ishte e çuditshme si ta ul zërin, tu jemi në mes të një misionit. Sepse për juve që nuk jeni gamers në fakt, ka disa lojra që kanë një mision. Edhe duhet patjetër ta përmbushësh këtë misionin. Nëse nuk e përmbush të misionin, në fakt duket sikur bota ushen. Edhe disa nga këto lojra në fakt janë kaq pasionante sa që djali jon, Joeli, harronte të vinte edhe për drek. Kaq i zhytun ishte dhe thoshte, nuk mund ta lëm misionin mes. Tani një ditë, në fakt për mua më pëlqen këto pjesa e gamers në fakt sepse zakonisht në varësi të lojës, se ka lojra të ndryshme që kanë misione të ndryshme. Disa misione në fakt kërkojnë që të bashkëpunosh me gamers tjerë. Edhe nga i herë ndëgjonim djalin nga dhoma tjetër, duke fol anglisht me njerëz të ndryshëm, nga gjithë Europa. Sepse në fakt kur misioni është i madh, ti patjetër ke nevojë të lidhesh me dikë tjetër, bashkëpunosh me dikë tjetër. Kjo është natyra e lojrave. Një ditë e morëm këtë djalin tonë e tham ta çojmë në Budapest, se ne i po shkonim për punë, e morëm edhe atë me vete. Edhe atje në Budapest kishte një lojtar gamer që nuk e kishte taku asnjëherë fizikisht. Ishte hera e parë. Edhe çudia për mua në fakt ishte ta shikoje se si u lidhen të dy sikur ishin shok ngushtë sa vite. Arsye pse po i them këtë në fakt është sepse ka diçka te kjo bota e gamers, që në fakt po çuditem që nuk ka aq shumë këtu, që gamer zakonisht në fakt lidhen me njëri tjetrin edhe janë kaq pasionant ndaj misionit, sa që është tepër e veçantë fakt, i shikosh fakt pasioni, gëzimi që kanë fakt, zhurmat që kanë. E mora këtë djalin tim sa rrova, jo them fakt, e çova tek një sallë lojrash. Sepse thash ta nxjerr pak nga shtëpia, ti qetësoj pak edhe komshit se u çmenden, duke dëgjuar, shkum tek ajo salla e lojrave. Tani ne kemi një në shtëpi, po të shikoje 50 tjerë atje. Ishte sikur ta shumëzosh me 100 gjithë atë zhurmën e poterin e gëzimit, se nuk është zhurmë e keqe në fakt, por është një zhurmë e gëzimit, si ato njerëzit që janë gati duke luftu krah për krah me njëri tjetrin, shok ngushtë. Edhe kjo është e veçanta e gamers, por arsye pse po i them këtë në fakt është sepse këto gamers më kujtojnë pak a shumë kishën. Edhe ne si kish, si besimtar, jemi thirrur në një mision bashkë. Edhe misioni jonë, në fakt, është shumë herë më i madh se sa misionet që bëjnë këto gamers. Cili është misioni? Misioni, në fakt, është ta bëjmë Jezusin të njohur. Ky është misioni jonë. Jezusi përpara se të largohej, na dha një porosi që njihet sot si porosia e madhe. Edhe Jezusi tha në fakt, shkoni edhe bëni dishepuj në gjithë kombet, duke i pagzuar në emër të Atit, Birit dhe të Shpirtit Shenjtë. Ky është misioni jonë.